Valbona, të përshëndes, cili me duhet këtë qënë shkaku i përfshirjes nga flakët të këtij apartamentit dhe a kemi të lënduar? Ka qenë një sobë e ndezur, të paktën nga burimet e konfirmuara në mënyrë jo zyrtare pranë ekipit zjarfikës në Fier, i cili bëri edhe ndërhyrjen, por edhe nga burimet në komisariatin e Fierit, ka qenë një sobë e harruar ndezur që bashkëshortët që jetojnë në këtë apartament e kishin lënë pasi ishin larguar për në punë. Me sa duket ka qenë një situatë e cila është pikasur menjëherë nga fqinja e tyre, e cila bëri dhe njoftimin duke dhënë alarmin në fakt, duke qenë se kemi të bëjmë me një pallat shumë katësh dhe rrezikoheshin sigurisht nëse zjarri do të kishte përmasa të mëdha edhe apartamentet e tjera, që bëri që zjarfiksi të mëri në kohë. Nuk pati të lënduar sepse në banesë nuk ndodhej njeri sikur se tham dhe çifti ishin larguar të dy njëkohësisht nga banesa për në punë. Ajo që ishte një situatë në fakt e lehtë në dukje për të menaxhuar nga zjarfiksi, doli se ishte një sfidë e vërtet, pavarësisht se ishin në kohë, zjarfiksi për të shuar zjarrin pa dëme dhe që ndodhi në fakt pa dëme të konsiderueshme, nuk arritën, le të themi, të përballen lehtësisht me situatën për shkak të mungesës së hapësirave për të depërtuar mjetet zjarfikës. Sikundër e pam, zjarri që ndodhi në mëngjesin e sotëm në lagjen 29 nëntori u shua disi me vonesë për arsye se zjarfiksve u është dashur të ndrojnë planin menjëherë pasi mbritën në vendngjarje për të bërë, le të themi, planin B dhe për të hyrë në banesën e cila ishte përfshirë nga flakët në katin e 6 me këmbë dhe me bombulat me shkum për të kryer operacionin e fikjes së zjarrit, duke qenë se sikur se tham, rrugët e ngushta në këtë zonë dhe ndërtimet pa kriter që nuk lejojnë hapësira të tilla për ndërhyrje të emergjencave, bën që zjarfikësit të vepronin në këtë mënyrë, por që gjithsesi arritën të shuajnë zjarrin në kohë me bombulat me shkum, pa përdorur mjetet zjarfikës sikur se ndodh zakonisht me ujë, duke qenë se ato ishin, le të themi, të paarritshme, pra nuk e arrinin dot këtë zonë në këtë apartament. Zjarri u shua në një kohë të shkurtër me bombulat përkatëse, ndërkohë që ka psuar dëme vetëm pjesa e kuzhinës së apartamentit. Gjithsesi, policia është duke dhënë tashmë pak minuta më vonë pritet një komunikim zyrtar për të kuptuar rrethanat e ngjarjes, por që paraprakisht duket se kemi të bëjmë me një zjarr i shkaktuar nga pakujdesia e të zotëve të shtëpisë, që sigurisht nuk u përhap fatmirësisht në banesat e tjera për shkak të ndërhyrjes, le të themi, efikase dhe pavarësisht vështirësive të zjarfikësve. E kuptoj. Mirë, Valbona, unë falenderoj për raportimin e drejtë për drejtë.